Na marrë qik mikrofonin, o Lali, na marrë qik. Orono, ti e qik Klodin. Klod Lali, ti qik Klodin. O Lali, do na marrë qik, man. Si sekund vetëm shevit, Klodin. Sa të na nizën qik live. Sa të bëhet gati live. O Albino. Po nuk është një çështje që iket me vrap po vini. Jeni gati? Okej. Zoti Topi, mund ta thoni përse ishit thirrur në prokurorinë e posaçme ditën e sotme? Në respekt medias, padyshim, unë kisha një thirrje nga prokuroria e posaçme për çështjen e 21 janarit. Për të dëshmuar atë çka di unë, pasi kam qenë në atë kohë kryetar shteti. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun, por sot duhet kuptoni që duke dalë nga ky institucion, me qenë se është në proces hetimi, unë mjafton t'ju the vetëm kaq. A qëndroni versionit tuaj që keni shkruar në libër për 21 Tani janar? unë kërkoha mirëkuptim. Qëndrove, ju thash po. Zoti Topi, ju keni qenë presidenti i Republikës, keni patur informacion nga një sër institucionesh ligjzbatuese, patjetër që ne kuptojmë sekretin e hetimit, por nëse mundeni pa e cënuar këtë pjesë, a mund ta thoni cilat ishin interesat e përgjithshme të prokurorëve të posaçëm lidhje me këtë çështje? Shiko, tjetë funksioni i prokurorisë posaçme është thjesht hetimi për të dalë gjithmonë tek e vërteta. Pra në respekt të institucionit, në respektin tuaj, me leoni ta mbyll këtu, këtë pjesë. Të lutem, është gjithçka është në fazë hetimi. Unë kam folur pafund, por tani që jam në këtë institucion unë e mbyll me kaq. Jo, falenderoj. Falenderoj, të lutem.